Në fshatin Ngora i Budisht të Malësisë së Madhe u zhvillua ceremonia për urimin të kompanjelit dhe kombanes së re të Kishës në investimin realizuar fal kontributit të bijve të këtij fshati që jetojnë në emigracion. Dhjetëra banorë dhe emigrantë të kthyer për pushime morën pjesë në këtë ngjarje duke kthyer atë në një moment të veçantë për komunitetin. Mesha e shenjtë u kremtua nga fëmijëllitari i kastratit, Padër Gazmentinaj. Në përfundim të meshës, Padër Tinaj shprehu mirënjohjen për kontribuesit e këtij investimi. Jemi në gusht dhe diaspora vjen edhe për jashtëtit, se edhe ata dy persona që kanë investuar për këtë kumon dhe për këtë kompanjel jetojnë në Amerikë, janë në diasporë, por që kanë dashur për me bërë diçka për vendin e vet dhe kanë paguar gjithçka kumonën dhe kompanjelin. Nuk është hera e parë që investojnë për këtë kishë edhe truporin që është pikërisht këtu afër, ata e kanë financuar. Për ne duam t'i falenderojmë dhe falenderojmë Bashkësinë Katolike kudo që është në diasporë, cilët nuk mungojnë kurrë për me ndihmu kishën edhe vendin e vet për çfarë do lloj nevoje që kanë. Pas ceremonisë fetare, banorët dhe emigrantët e kthyer u mblodhën në një aktivitet festiv, duke forcuar kështu më tej lidhjet me komunitetin dhe traditat e fshatit.